Ndërsa profeti alayhi salatu wasalam kur na ka folur për një kategori të tillë njerëzish ka thënë me lutjet e tyre ju furnizoheni. Shpesh njerëzit domethënë na flasin ose edhe kritikojnë që flisnin gjithmonë për varfrinë, ndërkohë që ekspozohet luksi i tepruar, ndërkohë që flet se Islami ka ftuar domethënë vazhdimisht në zuhd, në asketizëm, por ajo e cila promovohet edhe nga ata të cilët ligjërojnë mund të jetë e kundërta. Të nderuarit e mi, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur është dashur me duru me bo sabër, ka bo sabër. Kur është dashur me i shiju mirësitë e Allahut, i ka shijuar, por me kusht. Pa u treguar mendje madh me mirësitë e Allahut dhe duke qenë falendërues dhe mirënjohës Allahut xhelle xhelalu për mirësitë dhe begatitë të cilat ti ka dhënë. Kur të fton që ti duash të varfrit, e dini nderuar se përse ta kërkon diçka të tillë. Sepse kjo dashuri është dashuri vetëm për Allahun subhanahu wa taala dhe nuk gjendet mes asnjë lloji interesi. Pra çfarë interesi mund të ketë një person me dikë i cili nuk ka në dorë asgjë nga gjërat e kësaj bote flasin. Ndërsa profeti alayhi salatu wasalam kur na ka folur për një kategori të tillë njerëzish ka thënë me lutjet e tyre ju furnizoheni.